një vit pas qeverisjes. Sigurime shëndetësore, ai mund të arrijë dikon 2 vite. Sigurimi vitin e dytë. Viti i parë do të jetë funksionalizimi i SISH. Mandatin 4 vjeçar. Spari do të ketë një garancë për një fond të garantuar për fondin e sigurimeve shëndetësore, pastaj të fillohet kjo. Data është problem e dhonë, ne kemi një vullnet të fortë politik që këto të funksionalizohen. Sistemi informativ shëndetësor, duke referuar këtu 3 pikave kryesore, ky mund të arrihet dikon një vit pas qeverisjes, nëse ne do të jemi në qeveri. Ndërsa funksionalizimi i plot i ofrimit të sigurimeve shëndetësore, ai mund të arrijë dikon 2 vite, po flas gjithmonë në baza reale, edhe sipas planeve tona, por që këto rimbursimi i parë mundet me ndodh dikon 6 muaj pas fillimit të grumbullimit të fondit dhe të... Viti i parë do të jetë edhe pjesa e legjislacionit, pjesa e infrastrukturës, ndërsa viti i dytë do të fillojmë edhe me mbledhjen e premiumeve, por edhe se ta kemi një sistem informativ shëndetësor të qëndrueshëm. Premtojmë një punë të madhe për vitin e dytë do të vëmë në funksion dhe kjo është diçka që e presin gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe ta kemi edhe një tik atje në avancimin që jo përmend në raportin e progresit. Armen, po du premtimin e saktë the edhe SISH. Edhe sigurime shëndetësore, LDK-ja nëse vjen pushtet i kryjnë brenda 2 viteve? SISH është më i lehti. SISH se pas SISH nuk mund të fillojmë. Sigurimi vitin e dytë do të fillojmë, domethënë ambicia jonë. Domethënë nuk është vetëm ambicie dëshirore. Mbledhja e premiumit sipas te kur është funksional nëse vjen pushtet? Mbledhja e premiumit. Në pjesën e dytë të vitit të dytë qeverisës. Viti i parë do të jetë funksionalizimi i SISH-it, viti i parë do të jetë SISH dhe digitalizimi i sistemit shëndetësor përmes integrimit me AI dhe sigurimet në vitin e dytë. Në vitin e dytë të qeverisjes, masit përgatiten kushtet teknike. Premiumin e parë, kur menoni si mund? Dhe masit përgatiten, këto janë kushtet teknike, për me fillu mbledhjen, dhe këto kushtet përgatiten përmes këtij sistemi, pastaj kalojmë te mbledhja e premiumeve. Plane me data nuk mund të jepen saktësisht, sikurse kemi pas dëgjuar një herë më te po fillojmë në janar këtij viti, pi paguajmë premiumet jo shtator. E vitin a mund është më na kallëzu? Mirë po, unë e them në mandatin 4 vjeçar.